nuk mund t'jenë në këto detyra në qoftë se kanë integritetin të cenuar. Janë cenuar 3 ligje, të cilat e çojnë në burg ata që i shkel, dhe kjo ka shkel këto 3 ligje në mënyrë ekzemplare. Natyrisht ju garantoj se kjo çështje, me këtë çështje gjykata e Strasburgut, sigurisht jo vetëm në rastin tim, se nuk jam vetëm unë këtu. Këtu janë me qindra procese dhe këta përpiqen ta mbyllin këtë gjë pikërisht me këto procedura, por se mbyllin do të kur, sepse është shumë e qartë. Një proces, një vendim i dhënë nga gjykatë që s'mund të ishte gjykatës nuk ka asnjë vlerë. Kjo s'mund të ishte gjykatës, besoj se jemi në kushtet kur në përputhje me Kushtetutën e Shqipërisë dhe 3 ligje me 3 pestat, Irena me 5 mbiemra që ka për avokat Altin Troplinin nuk mund të ishte gjykatëse. Por Irena Peng, e cila është është tamam ikone e zezë e këtij sistemi George Sorosit, ajo vazhdon mbahet në ta shtuquiturin hetim para prak pa emër të Altin Troplinit, form hetimi që ky bashkëpunëtor në krime e përdor për të mbrojtur kriminal. Duhet të informoj këtu se dosja 26 Toyota Yaris, e cila ka shkuar në gjykat, ka shkuar pa fascikullin e Taulant Begojaris, i cili është person kryesor, siç e dini, jo vetëm në deklaratat në parlament, por është person kryesor në përgjimet që janë bërë Erjona Daupaj, ku ajo në mënyrë të përsëritur, unë ja u kam lexuar, ja u lexoj prap, flet për taun që bën gjithçka, ministër tani më, që bën gjithçka për të marrë, për të tërheqë edhe një herë të gjitha pasuritë e konfiskuara në polici në mënyrë që t'i vonojë dhe të mos japë. Pra, këtë Altin Troplini nuk e ka dërguar në gjykatë. Çfarë ka bërë? E ka krijuar aty gjoja një fashikull 26 fraksion 1 dhe asgjë po e han mit në raftet e tij. Ky është një shembull. Zoti Berisha. Po a mund t'ja lexoj pak të çfarë i lash shënimin që i lash sot Altin Troplinit? Altin Troplinit, avokatit të McGonigal, të krimeve kushtetuese dhe armikut të betur, të pluralizmit, sklavit, të pasurive të palishme, apartamenteve e të tjerë. Ky është mesazhi. Kush e don këtë tani? Vetëm mundësisht t'ja u paraqisti qytetarëve me shkrimin tip s'ka gjasë e morrin vesh. Zoti Berisha, gjuha juaj e ashpër a mendon që ka ndikuar në injektimin e një bindjeje se gjyqësori nuk funksionon, se drejtësia nuk jep drejtësi? Shiko, vajzë, ti duhet dish një gjë. Në qoftë se u jap fakte këtu, unë jap fakte. Dhe ti si gazetare, mendoj unë, duhet përkulesh para fakteve. Duhet përkulesh para ligjeve. Nuk bëj asnjë sulm, asnjë deklaratë në mënyrë absolute pa fakte dhe ligje. Po kur unë demaskoj këtu si bashkëpunëtor në krim, ata që fshehin krime, ata që shkelmojnë ligje, ata që shkelmojnë kushtetutë, unë mbroj interesat e çdo qytetari shqiptar, demokrat, socialist, pa parti, çfarëdo që tjetë ai, edhe tuaja të përfshi, edhe interesat tuaja përfshi, sepse interesi i tyre është një ligj, funksionimi i ligjit, funksionimi i kushtetutës. Pra, këto mënyra avokatie për delinkuent dhe shkels ligji janë të gabuara. Përkundrazi, unë po mbroj sistemin e drejtësisë nga delinkuent, nga kriminal që shkelmojnë kushtetutën për interesat të tyre. Sepse Altin Troplini, ta them unë ty. Po ka institucione për t'i drejtuar. Të gjitha këto shkretësa. Besoj se këtu fola
që të gjitha për institucione që jemi drejtuar. Këtu, ato që numërova unë, ato që janë që të gjitha institucione që janë drejtuar. Por ato institucione, ose Irena me 5 mbiemra i ka bler me 500.000 euro, nuk kam fakte se do t'i sjellja këtu, ose Edi Rama i urdhron si sklever që i ka të kapur peng për pasurit e paligjshme që kanë nga Troprini dhe me radhë dhe këta heshtin. Por në qoftë se brenda drejtësisë, në një sistem drejtësie, ndodh që ish kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dede nxirret nga sistemi dhe ky Troprin këtu e çon për ndjekje penale dhe kërkon dënimin e tij me burg. Nxirret nga sistemi sepse sipas tij ka fshehur një apartament, sipas atij dhe avokatëve, apartamenti ka qenë i vllaut dhe ka paguar qira në emër të vllaut. Nuk e di cila është. Njëra apo tjetra. Por ky vet ka 4 apartamente. Ka 3 të vetat dhe një tjetër ku thot unë jam i shtrehuar tek vjerri me qera. E kuptoni ju apo jo? Pa çka se çon bodyguardet për të rrafë qytetarët. Atje se shiten nga 2 herë apartamentet e vjerrit me qera. A më kuptoni? Pra jemi këtu 1 minutë. Jemi në këto kushte